9 mars e ngjitëm Lubotenin. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj ka arritur majën e Lubotenit, e cila ndodhet në malet e Sharrit me një lartësi prej 2498 metrash. Ai ka publikuar një video në Facebook ku shfaqet duke festuar këtë arritje. Haradinaj, i njohur për pasionin e tij për alpinizmin, shpesh ngjitet në male dhe promovon turizmin malor në Kosovë. Luboteni është një nga majat më të njohura për alpinistët dhe adhuruesit e natyrës. Ngjitja e tij u prit me reagime pozitive nga ndjekësit, të cilët e përgëzuan për përkushtimin ndaj sportit dhe natyrës. Ndërkohë, sa i përket situatës së tij politike, ajo nuk është as pak e qetë, pas përfundimit të zgjedhjeve të 9 shkurtit ku partia e tij AK nuk arriti të marrë mjaftueshëm vota aq sa i kishte shprehur para zgjedhjeve. Ndërkohë, sa i përket koalicionit, ai ende nuk është i përcaktuar dhe Albin Kurti mbetet ende në pikpyetje nëse do të arrijë ta krijojë qeverinë e re. Ndërkohë, në anën tjetër, edhe partitë opozitare duket se e kanë të pamundur të krijojnë një qeveri. Megjithatë, kjo mbetet për tu parë teksa ditën e diel u mor vendimi për rihapjen e mbi 100 kutive